Rruga që përshkon përmes një prej blloqeve të banimit në zonën e ish fushës së aviacionit, pjesë e lagjes kushtrimi, prej vitesh është e amortizuar. Banorët thonë se aty i mbyt pluhuri në behar dhe balta në dimër, duke e përshkruar si të pakalueshme në këmbë apo me automjet. Por hallet e banorëve nuk mbeten vetëm me kaq, pasi shumë problem për ta është edhe gjendja që është lënë bloku i banimit. Një zonë mes shkureve, barishteve, mbetjeve urbane që shpesh sipas banorëve është kthyer në rrezik për ta, pasi zona është përfshirë shumë herë nga flakët duke rrezikuar banesat dhe jetën e tyre. Gjithashtu banorët tregojnë se në 6 vite kanali kullues që kalon në mes të bllokut të banimit nuk është pastruar asnjëherë duke u kthyer në burim ndotje për zonën. Si e shkroj që atë më? Shikoj vetë, këto rrugë janë. Kjo gjendje është. Ka kohë, ajo është përmirësuar, ka qenë më keq. Si ka qenë ajo, po godalisht, po përmirësohet. Ka qenë mos be? Do be. Shumë fare. Të them janë ka gjallë, po shumë. Një kam që kam është në. Dhe kanale pa pasruar, me fush pa pasruar për faqet zes. Rëmujhane, s'merë gjallashtu në këtë në këtëne. Nuk marrë në sillë mase, nuk i bjenë në kësi punë. Shteti duhet punë, ja bashkia duhet punë, se lekt i merë këtëne. Disa i merë lekt, duhet pas të kanalin. Jemi janë ku si lagje komplet, nuk kanë marrë ma sa fare. Zjarët lesi fusin këta njerëzit tjera këtëne. Po problemi vetëm kanalizimit edhe ujre. Mbledhët, dimit tu nuk rrjet fare. Të ca provë kanë nda, prej atje se atje. E kanë nda dhe zhdumë të adim fare këtëne. I kanë nda me zona këtëne. Je njëni i nanës e tjetë i babës këtëne. Duhet jemi o të babës gjithë, o të nanës gjithë. S'ma mërë me. Sa kemi herë deri mësot një herë u pastrua, edhe shko si është bërë tani prapë. Ja. S'vëdor njeri, në këtë, kjo është problem. Unë usash dhe radhën e partë, i mori flak, një 5-6 herë kjo. Po këtu s'vinë të pastrojnë. Po, kjo është problem. Kjo është problem asjeri njerë, lena mbeturinë atë njerë. Nuk rrim do të. Sa, për një ditë punë që të vinë të pastrojnë, ja haj, problem. Shiko dhe rrugicën, ja e lanë. Bënë ata ndë, ja e lanë dhe këtë. Kanaro të i motra. Vinë vetëm për votime. Vinë vetëm për vota. Vetëm për vota vinë, ja. E ta bëjmë sot, ta bëjmë nesër, ja, problem kanë këtë. Qatë të Allah. Po bëj unë, po bëj 30 vjetë, po bëj unë aty. S'kam parë në jetë të vërë në njëri dorë. U pastrua njëherë ku bë gjithë fushë aviacionit u pastrua, edhe filluan prapë mbeturinë. Kjo është lagje popullore gjithë shuku. Shko, kjo është komplet. Lagja me shtëpi komplet. Këtë më shumë ka këtu banorë se sa në vlo. Në zonën e ish fushës së aviacionit, në të gjithë hapësirën e saj, investimet vitet e fundit kanë qenë me pikatore. Rrugët e amortizuara dhe gjithë gropa, mungesa e ndriçimit rrugor, mospastrimi i zonës dhe kanaleve kulluese, si dhe rreziku i lartë nga zjarret, janë disa nga problemet më madhore që vuajnë prej vitesh banorët e zonës.